Mjeku çudi të botën. Futni këmbët në uthull molle çdo mbrëmje dhe do surprizoheni nga ajo që do të ndodhë. Uthulla e mollës është një element që mund të gjendet kudo. Kur është fjala për këmbët, është treguar se uthulla e mollës ndihmon në zgjidhjen e disa problemeve të pakëndshme të tyre. Këmba e atletit shumë më tepër se kaq. Vetit acidike të uthullës së mollës ndihmojnë për të zbutur lëkurën e thatë të këmbëve, duke zgjidhur kështu problemet e këmbëve të plasaritura. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Uthulla e mollës ofron përfitime të mrekullueshme në rastin tuaj. Thjesht duhet të përdoret si duhet dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike, citojnë ekspertët e Healthline. Uthulla ofron shumë përfitime të mrekullueshme dhe duke u përdorur një herë në javë në këmbët tuaja, mund të jetë vërtet e rëndësishme për situatën tuaj. Nëse era e saj nuk mund të tërheqë shumë, funksionon me të vërtet edhe dëshmitë e ndryshme konfirmojnë atë. Vetëm mos harroni se ky produkt do të ndikojë gjithashtu në eliminimin e papastërtive edhe të bakterieve të ndryshme. Ajo mund të japë gjithashtu edhe rezultatet e duhura ushqyese për shëndetin e këmbëve tuaja, duke i dhënë kështu një mbrojtje më të mirë edhe shëndetit të tyre. Uthulla e mollës, siç e dini, mund të përdoret për të lehtësuar problemet e frymëmarrjes, të tretjes e të tjera, madje edhe humbjen e kilogramëve të tepërt. Nëpërmjet përdorimeve të tjera të uthullës së mollës mund të kujtojmë disa. Ato ndihmojnë në luftën kundër zbokthit, të lehtësojnë gjithashtu problemet të fytit, eliminojnë erën e keqe të shtëpisë dhe zvogëlojnë gjithashtu erën e keqe të këpucëve. Por ne do të flasim për një dush të këmbëve me uthull molle. Sigurisht që tashmë keni dëgjuar për këtë teknikë të thjeshtë edhe me përfitime të mëdha në situatën tuaj aktuale. Dushi i këmbëve me uthull molle mund të bëhet të paktën me ujë të ngrohtë dhe gjëja më e mirë që mund të përfitoni është largimi i erës së keqe të këmbëve dhe gjithashtu përmirësimi i strukturës së gishtave, duke ju ndihmuar të hiqni edhe lëkurat e plasaritura. Dushi i këmbëve me uthull molle mund të jetë edhe me përfitime të mëdha shëndetësore, pasi mund të ndikojë dukshëm në mbrojtjen e tyre. Rezultatet do të jenë të jashtëzakonshme. Ju do të vini re se këmbët tuaja do të bëhen më të buta ditë pas dite. Plasariturat zhduken dhe largohen, gjithashtu do të hiqni qafe edhe erën e keqe të këmbëve. Ngroheni ujin 15 deri në 18 gradë aq sa këmbët ta durojnë dhe të mos shkaktojë djegje. Vendoseni këtë ujë në një legen dhe zhytini këmbët në të. E mbani derisa ajo të ftohet plotësisht. Uthulla e mollës e kombinuar me ujë në këto raste mund të japë përfitime mbreslënse. Nëse preferoni mund të shtoni edhe vajin e livandos për të përmirësuar erën e këmbëve dhe për të stimuluar gjithashtu qarkullimin më të mirë të gjakut në këmbë. Kjo është një teknikë me shumë përfitime që në mbrëmje mund të relaksojë trupin e lodhur dhe gjithashtu të përmirësojë shëndetin tuaj të shputave, duke evituar plasaritjen, erën e keqe të këmbëve dhe jo vetëm. Kallot në këmbë po kthehen gjithmonë edhe më shumë në një problem vërtet shqetësues të stinës së verës. Ata që vuajnë prej tyre rekomandojnë që të mos vraponi direkt te medikamentet e shtrenjta, por të ndihmoni organizmin tuaj edhe me zgjidhje të thjeshta të cilat në kushte shtëpie mund t'japin një mbrojtje më të mirë të higjienës së këmbëve. Kallot në këmbë janë një shqetësim i shpeshtë, por të shumta janë produkte natyrale të cilat në kushte shtëpie mund të ndihmojnë në përmirësimin e tyre. Ky shërbim, i cili mund të ofrojë shumë përfitime, mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj të këmbëve dhe largimin e papastërtive dhe erës së keqe të tyre. Duhet thënë se kallot në këmbë, ashtu si dhe myku në to, mundet të parandalohen me produkte natyrale në kushte shtëpie. Në këtë kuptim mund të ndihmoni shëndetin e këmbëve me produkte natyrale. Sipas Brightside, në këtë video do të rendisim disa mënyra të mira të cilat do ju ndihmojnë të largoni erën e keqe të këmbëve, këmbët e plasaritura, kallot në këmbë, si dhe të ndihmoni gjithashtu strukturën e mirë të tyre. Nëse shpesh vuani nga këto shqetësime, është e rëndësishme që të flisni gjithashtu me mjekun tuaj për të parandaluar
krijimin e komplikacioneve dhe shqetësimeve të ndryshme të cilat mund të rëndojnë këmbët tuaja. Por mund të ndiqni edhe trajtime natyrale në kushte shtëpie. Një prej tyre që mund të japë shumë përfitime në këtë drejtim është edhe limoni. Për ta aplikuar, aplikoni të paktën gjysmë fete limoni në këmbët tuaja çdo mbrëmje. Kështu rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse për shëndetin tuaj, duke ju ndihmuar të parandaloni edhe krijimin e kallëve. Edhe xheli me bazë aloe vera mund të jetë një ndihmë shumë e fuqishme për shëndetin tuaj të këmbëve. Ju mund të përgatisni një përzierje me 3 deri në 5 gjethe të xhelit aloe verës me disa pika vaj susami dhe përfitimin e kësaj mase ta vendosni në kallët tuaja. Ta mbështillni me një garzë dhe ta mbani ashtu për disa orë, është më mirë që ta mbani në mbrëmje. Të nesërmen ta shpëlani këmbën dhe ta hidratoni si duhet. Kështu përfitimet që do të keni kundër kallëve do të jenë të menjëhershme. Një tjetër mënyrë e vlefshme natyrale kundër kallëve është edhe papaja. Lëngu i këtij fruti vepron si një eksofilues shumë i mirë. Ai mund të aplikohet në masën e tij kremoze direkt në kallët tuaja, dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse për higjienën e këmbëve dhe parandalimin e krijimit të këtyre shqetësimeve. Kallët në këmbë janë një problem që kërkojnë gjithashtu trajtim të specializuar mjekësor. Nëse lihet pa u trajtuar për një kohë të gjatë, kallët mund të kthehen në një bezdit të madhe për shëndetin e këmbëve, dhe kështu mund të krijojnë gjithashtu probleme të njëpasnjërshme, ndryshime të strukturës së këmbëve dhe gjithashtu bezdit të tjera, të cilat mund të vinë edhe me vështirësi në ecje. Një mënyrë tjetër është edhe përdorimi i tërshërës. Në këtë rast, një dush i këmbëve me ujë të ngrohtë dhe lyerja e tyre me miellin e tërshërës do t'i japë këmbëve tuaja një lehtësim të dukshëm, do të ndihmojë gjithashtu edhe në parandalimin e krijimit të tyre dhe mund të ndihmojë në rigjenerimin më të mirë të lëkurës së këmbëve. Gjithashtu në shtëpinë tuaj mund të përdorni edhe veshje të posaçme kundër kallëve. Një mënyrë e thjeshtë për të trajtuar kallët është trajtimi i tyre me krip. Ju duhet të merrni një enë me ujë të ngrohtë dhe në të hidhni të paktën një grusht me krip. E lini këmbët të veprojë në këtë përmbajtje për 10 minuta. Më pas i shplani ato me ujë të bollshëm dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike në rigjenerimin e shputave të këmbëve dhe lehtësimin e komplikacioneve të tilla. Soda e gatimi vepron si një eksofilator natyral. Kristalet që gjenden te soda ndihmojnë në pastrimin e lëkurës së ashpër. Njësoj si në rastin e kripës, ju duhet të merrni një legen me ujë të ngrohtë dhe në të hidhni 3 lugë gjedhësot buke. Vendosini këmbët në të dhe i lini për të paktën 10 minuta. Me ndihmën e një skrabi mund të fërkoni këmbët dhe pjesën e kallëve që zhduket dhe kështu do të keni përfitime të duhura për mbrojtjen tuaj të këmbëve. Kundër kallëve të këmbëve vërtet ka zgjidhje natyrale të cilat në kushte shtëpie mund të japin rezultate fantastike. Por nëse prej shumë kohë zhvuani nga këto shqetësime, është të mirë të drejtoheni tek mjeku përkatës për të parë nga afër shkaktarin e vërtet të këtij shqetësimi, si dhe të ndërmerrni hapat më të mirë për të evituar krijimin e këtyre komplikacioneve. Lëngu i hudhrës mund të jetë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë kundër kallëve. Hudhra ka veti të mira anti-inflamatore, shëruese dhe antiseptike. Shtrydhni një thelpi hudhër dhe e përzjeni me një lugë gjedhe vaj ulliri. Masën e përfituar e aplikoni në kallo, e mbuloni me një fazh dhe lini të veprojë gjatë gjithë natës. Presh në kombinim me uthullën e mollës mund të jetë një ndihmë e mirë për këmbët tuaja. I pasur me vitaminën C, preshi është i shkëlqyer për lëkurën, ndërsa uthulla ka veti dizinfektuese. Vendosni një copë presh për 24 orë në një gotë me uthull të bardhë. Aplikoni lëngun e përfituar në kallo dhe e lini për disa minuta. Pas kësaj, mund të përdorni një kurz meril për të hequr kallët. Edhe kamomili mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për higjienën tuaj të këmbëve. Ai ka veti të mira anti-inflamatore, është ideal në trajtimin e kallëve. Lyeni një top pambuku me lëngun e kamomilit, e aplikoni direkt në kallo dhe e lini të veprojë për disa minuta. Përsëriteni këtë gjë disa herë në ditë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike për higjienën tuaj të këmbëve. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.